Ambasadori i Japonisë në vendin ton, Kikuko Kato, ka vizituar qytetin e Vlorës gjatë kësaj të mërkure. Ajo është pritur një takim të veçantë nga kryebashkiaku Ermal Dredha. Diskutimi mes ambasadores së Japonisë dhe kryebashkiaku Dredha lidhej në shumë fusha, përfshi këtu ekonominë, por edhe sezonin turistik dhe sektorin e turizmit, që në këtë periudhë në Vlorë është i zhvilluar për shkak të periudhës në të cilën ndodhemi. Ashtu është diskutuar edhe tek disa prej mbështetjeve në fushën e emergjencave që ambasada e Japonisë ka dhënë për qytetin e Vlorës, përfshi këtu shërbimin zjarfikës apo edhe shërbimin e pastrimit. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha ka ndarë kështu momente nga takimi me ambasadoren e Japonisë. Në një koment në rrjetet sociale, Dredha thot se pata kënaqësinë të pres në bashki ambasadoren e Japonisë, Kikuko Kato, jo vetëm si një mundësi për të zhvilluar bashkëpunimet, por edhe për ta falenderuar për kontributet konkrete të vendit të saj, që po mbështet ekipet e pastrimit dhe zjarfikses për ta ndihmuar qytetin me risitë teknologjike në këtë fushë delikate për të gjithë botën.